Pra vëllezër të ndershëm, për këtë arsye, ata të cilët adhurohen pos Allahut Azza wa Jall, ata adhurohen me të padrejt. Ata adhurohen me të padrejt. Nuk meritojnë adhurimin për çkak se janë të paaft. Thot Allahu në Kur'anin e Kerim: Innal ladhina tad'una min dunillah lan yakhluqu dhubaban walau ijtama'u lah. Pra të zotra që i adhuroni pos Allahut Azza wa Jall, krejt më të bu me kriju një miz, a kanë mundësi me bo një miz? Allahu tha s'kanë mundësi me bo këta edhe nëse të bo. Në vitin 1952, prej vitit 1952 deri në vitin 1972, 20 vjet plot janë përpiq që ta krijojnë një miz. Allahu Azza wa Jall i tha diçka dhe tjetër, jo miz, jo mos shkoj, jo për të kriju. Tha po Allahu Azza wa Jall tha unë, krejt shkencëtarëve botëror, prej gjinëve dhe njerëzve, tha unë pa i tham diçka, nëse rëmbyen apo e merr miza diçka, keni mundësi një kokër sheqeri apo diçka që e merr miza me shpëtu. Ajde mbledh nuk krejt shkencëtarët e botës, dhe që miza po ven sahanin tanë, pe hap një kafshat, pe merr një kafshat shpëton. Mujshi me shpëtu. S'keni mundësi, Allahu thot në Kur'anin e Kerim: Wa i yaslubuhumu dhubabu shay'an la yastanqidhuhu min. S'ka ekip shpëtues. Për shkak se shkencëtarët që tërvijnë pas disa shekujve, që të vërtetojnë se miza kur ta han kafshatën e tretë me njëherë, s'ka mundësi që ta shpëtojnë atë të cilën e ka morë. Thot Allahu: daufat talibu wal matlub. Pra të ditë janë të dopt, edhe ai që i lutet atij, edhe ai i cili është i lutur, të gjithë janë të dopt. Për ata Allahu Azza wa Jall tha nëse ato nuk e pranojnë që janë të dopt, let na dalin, let na krijojnë diçka pa marrë prej krijimit Allahut Azza wa Jall. Le dalin, ne të prodhojnë diçka. Pra shkenca ku ka arrit, sa kanë arrit shtetet përpara, s'kan mundësi që të krijojnë një qeliz. S'kan mundësi që ata 1 mililitër gjak të prodhojnë. S'ka mundësi. A dini përse? Për çkak se janë të paaft. Të paaft janë ata që pretendojnë se kanë mri dikon, të paaft. Janë ata që kërkojnë nga ato, për ata i vetëmi cili është i aft dhe që meriton që të kërkojnë nga aj, dhe ka mundësi të na plotëson neve dëshirat tona, ka mundësi përgjigjet tona të na përgjigjet, është Allahu. Pra Allahu Azza wa Jall e ka ngrit tokën dhe qiellin me të drejtë. Allahu kur ka thonë se jam i vetëmi që meritoj adhurimin, ato qertë që meritojnë adhurimin prap me të drejtë. Allahu nuk ban zullum. Dhe thot Allahu në Kur'anin e Kerim, na tregon për një polemik të Ibrahimit a.s. që ju drejtu babës e ti, apo babgjishit ti, sa me rëndësi. Thot në Kur'anin e Kerim: ja ebeti, lime ta'budu ma la yasma'u, wa la yubsiru, wa la yughni anke shay'a. O baba jam, si mora po e adhuron ata që nuk të ndëgjon, si po adhuron atë të cilin nuk të shiqon, si po adhuron ata që nuk ka mundësi të sjellë dobi fare. Pastaj i thon: qale ta'buduna ma tanhitun. Kjo ma e çuditshme qim, o baba jam, këto idhujmë pe i gëdhend me dorën tonë. Ti pe i gëdhend pi zbukuron, edhe pse po jesin të shëmtuar prap, me ata qish pe adhuroni, qish po ju frik, qish po ju nënshtroni atinve që ju pi gëdhendi me durat tuaj. Wallahu khalakakum wa ma ta'malun. Kurse Allahu ju ka kriju juve, që ju ka mësu me i gëdhend, dhe i gëdhendur jash i krijuar prej anës Allahut. Guri prej kujt? Guri kush e krijoi? A nuk është Allahu? A ja vlen ju që të shkoni të përullni me një kuror dhe të na krenoni dhe të publikoni se ne banëm diçka madhështore? Ja pra, pas 8 viteve luft, një kuror
ja unë lapidarit, ju nënshtruam që këtë nënshtrim do të regjistron një histori. Kjo do të regjistrohet në historinë e shejtanit. Ju nuk pranuat që nënshtroni Allahut, që ju nderoj, që ju krejoj, që deshtja Allahu që ngrite, Allahu ju përbuzi dhe ju boni, të ju përuni dikuj.